Kosova sot është përballur me një tragjedi ku kanë humbur jetën babai me 2 fëmijët e tij si pasojë e asfiksionit nga tymi i shkaktuar në apartamentin e tyre, ku kanë humbur jetën. Fillimisht u raportua se nga mediat lokale se si pasojë e kësaj tragjedie është shpërthimi një bombole të gazit. Megjithatë, banorët e kësaj ndërtese, por edhe familjarët e viktimave kanë demantuar këtë lajm, duke thënë se nuk ka pasur një shpërthim të bombolës së gazit, pra bëhet fjalë për tymin e shkaktuar brenda apartamentit të tyre. Policia fillimisht doli me komunikat që janë dërguar me njëherë në qendrën familjare mjekësore, fillimisht një nga banorët dhe familjarë njëkohësisht të viktimave tha se i ka dërguar ajo në qendrën e mjekësisë familjare këtu në komunën e Malishevës, ndërsa babajnë e 2 fëmijëve të mitur pasi kanë ardhur pra ekipet emergjente është dërguar në qendrën e mjekësisë familjare. Ajo që ka dihet deri më tani është se nuk ka një teori të tillë pra për bombolën e gazit është konfirmuar edhe nga policia, por që edhe në pjesën pra banesa ku kanë qenë viktimat, 3 viktimat, ndodhet prapa nesh, por nuk është në pjesën ballore, ndodhet në pjesën prapa nesh atje, prapa ndërtesës, ku nuk shihet edhe mjaft qartë nëse ka një tim të përfshirë edhe në pjesën e jashtme të ndërtesës, por që i mori jetën të 3 fëmijëve, të 2 fëmijëve dhe prindit të tyre. Ajo që ka dihet deri më tani që është konfirmuar edhe nga banorët është se viktima, pra babai të 2 viktimave ka edhe 2 fëmijë të tjerë, megjithatë fatmirësisht ata kanë rastisur të jenë në shkollat e tyre kur ka ndodhur edhe tragjedia. Banorët shumë të këto zonës janë ankuar vazhdimisht për rrjetin e energjisë elektrike, pra thonë se është shumë i dobët, kanë probleme vazhdimisht me ujë dhe me rrymë, edhe ajo që u demantua prej nënkryetarit të komunës Malishevës, pasi që këto ndërtesa janë të punuara pra në kompetencën e komunës së Malishevës, dhe që demantoj një pretendim të tillë nga banorët, por që kjo ende mbetet për të konfirmuar nga organet e rendit dhe organet kompetente këtu në komunën e Malishevës. Pra, momentalisht që jemi duke folur, dyshimi kryesor është që 3 viktima tashmë janë mbytur nga asfiksioni i tymit në apartamentin e tyre. Oferdita, nëse nuk ke diçka tjetër, ka që janë këto detajet nga komuna e Malishevës. Nxesh, faleminderit.